Shumë tregtarë hyjnë në market dhe mendojnë vetëm ku të blejnë ose ku të shesin, por pyetja më e rëndësishme është një tjetër, ajo që ja bëjnë në vete, deri ku ka probabilitet që çmimi të shkojë dhe kur do të kemi një reversal dhe kur do të kemi një konsolidim. Pas më shumë se 5 viteve duke tregtuar, një nga mjetet që përdor për ta analizuar këtë është standard deviation projection, kjo më ndihmon të kuptoj deri ku mund të zgjatet lëvizja e çmimit dhe ku mund të gjendet ekstremet e marketit, ku do të kemi edhe një reversal. Fillimisht, çfarë kërkojnë nga kjo është të krijohet range i parë. Range i parë krijohet të dielën nga ora 8 deri në ora 12 të natës, domethënë New York Time Zone, dhe shikojnë çfarë high dhe çfarë low ka krijuar ajo zonë. Dhe marrim standard deviation dhe shikojmë. Marrim këtë high dhe këtë low dhe në zonat që shikojnë janë -2, -2.5 për reagim, ndërsa në -4 kemi reversal. Domethënë këtu në -2 kemi pasur reagim dhe pastaj reversal. Kur çmimi rrin dhe merr këtë likuiditet që ka reaguar, domethënë në zonën -2 dhe -2.5, zakonisht unë pres që të krijohet një V pattern ose një tranzicion strukturë, si higher low, një sweep me lower low dhe pastaj një higher high dhe pastaj marr nga ky low të ky high dhe e bëjmë standard projection dhe pres. Ja shikoj reagimin në -2.5, -2, ndërsa -4 kemi reversal, prap një V pattern, -4 reversal. Marrim këto -4 reversal, domethënë e projektojmë nga hënia deri të premten deri ku do të shkojë çmimi me këtë. Dhe presim premten që të premten hapet çmimi Asia session, high që ka krijuar në hyjin, domethënë në ora 8, low në 10 dhe krejt java -4. Në -4 do të standard deviation çfarë kemi? Kemi një reversal. Prap -4, do të thonë kjo është e para që ka marrë likuiditet që ka reaguar nga kësaj zone dhe këtu, nëse marrim mbi pattern, do të thonë lower low dhe ja këtu e premte kemi mbaruar ditën. Prap e kemi të premten Asia session ka filluar. Ja këtu prap reversal. Gjithmonë, do të thonë me këto e shikoj ku do të krijohet higher of the week, low of the week dhe pastaj të shikoj edhe konfluenca të tjera për të futur në tregtim. Do të thonë në fund të fundit marketi kur nuk është i rastësishëm, gjithmonë lëviz ku ndodhet likuiditeti dhe atë e ndjek.